Jemi këtu në Poloni. Mirëmëngjesi dhe sot kemi për të ikur në një supermarket. Dhe mendoj që çmimi duhet të jetë një lloj, siç janë në Shqipëri çmimet e ushqimeve, janë më shtrenjtë, janë më lirë se ku ndodheni ju dhe ku ndodheni. Bëni subscribe kanalit tim, më mbështesni, më lini një koment si ju duk video dhe pse nëse keni ide për video të radhës. Jemi këtu në Poloni, mirëmëngjesi, dhe sot kemi për të ikur në një supermarket ose siç e thon këtu Biedronka. Këtu nuk jemi brenda në Varshavë, po jemi në periferi, në një kabinë që kemi marrë me qira. Dhe mendoj që çmimi duhet të jetë një lloj, siç janë në Shqipëri çmimet e ushqimeve, po dua që ju të vini me mua për të parë sa ndryshojnë ushqimet të ndryshme që ne do marrim për një party familjar që do bëjmë sot, i barbecue, në krahasim me Shqipërinë. Kemi dy lloj mollësh, pra kemi 6,99 zlotë për kilogram edhe 5,99 zlotë për kilogram. Kemi këtë lloj darde që është 9,99 zlotë për kilogram. Morëm disa nga këto koset e frutave që kanë kështu si thekra gjëra sipër dhe janë 2 zlotë për një kos. Kemi qumsha të ndryshme, por normalisht kishte nga 3,39 zlotë për këtë qumshin, që është si qumësh normale, ose dhe 4 mbi 4 zlotë. Ushqime si këto për fëmijë janë zërse 5 zlotë për një si këto. Biskotat që përdorin pak a shumë në Shqipëri është 4,59 zlotë për një si kjo dhe të voglat janë zërse 2 zlotë. Moltët 2,29 zlotë, këto moltët e vogla. Moltët e mëdhaja, varet nga shija dhe nga marka, është 2,39 zlotë ose dhe 2,29 zlotë. Brusketa, që është marka në Shqipëri, kanë si tip oferte, po me sa shoh këtu është 3,45 zlotë. Bake rolls janë 6,49 zlotë. Kikirikat me krip janë kemi aty lart gati 9,99 zlotë. Qibuku 4,49 zlotë. Nuk po i mas të tualete të parfume, se normalisht do me thënë vare, do variojnë çfarë është, çfarë marke, por një far ide se sa kushtojnë. Kemi bira që është, mos gaboj, vjen me koli dhe është kolia kaçë, është nga 2,49 zlotë, 2,99 zlotë, 3,69 zlotë, se ja dhe me shije portokalli, para bira të ëmbla. Normalisht tu nuk para ka shumë marka si bira që ne përdori, jo bira Tirana ose Heineken, më sa kam parë. 12 zlotë për kilogram, po këtu janë për 3 kofsha pule, që i bie gati 13,49 kilogram, më sakt as gjysmë kilogrami. Këtu kemi mishra të ndryshme të marinuara, dhe normalisht variojnë nga çfarë është, po të vini re, do me thënë janë 29,99 kilogrami, barbecue për grill 12,99 zlotë kilogrami. Pra variojnë edhe çfarë po merr, nga që janë që si ngatruar s'pe marrë vesh kush është kush, normalisht ne e morim sa si këto, që janë gati në zgarsh, edhe unë të lodhen për të bërë gati, misha si me shkopinj, mish dëri, këta përdorin shumë mishin e dërit, si që vini edhe re, më shumë se mishin e viçit të kanë vëre në traditat e tyre të kuzhinës. Polakët njihen për deli të në Amerikë, po paka shumë për misha të ndryshme, për peshë të thatë, djatha të ndryshme, shumë të shijshme. Shumica atyre bëjnë me mishin e dërit, ke dhe mish pule, po këtu janë të më thënë salamra që ju mund t'i merrni me gelatin, mund të shikoni çmimet duke i bërë pause videos. Keni si tip kebasa, keni kabanosi që janë ato si salam, pakës i tharë, që të drejtë mund të mos i skuqesh dhe i hash si qash. Dhe shumica e këtyre sallame nuk ka nevojë të skuqen, thjesht i bën për sanduiçe. Tu kemi, si thua, në ngrirje, kërkaleca të ndryshme, që janë zërse gjysmë gatuar, dhe ka shumë çmime të ndryshme, nuk kam shumë sigur kush i përket se do të lexoj një nga një me radhë, po të vëshre është 34,19 zlotë, më duket është tërë qeska, pra nuk është në kilogram. Pra një nga këto bën 34,19 zlotë. Një nga këto paku, dhe më sa shikoj është vetëm 225 gram karkales deti. Pastaj ke edhe peshë të ngrirë që mund të marrësh, dhe një nga këto qeskat vetë rreth
20 apo 26, 27 zvote për një nga këto qeska. Edhe më sa shof, është zërse gjysmë kilogrami për një nga këto qeska për pesh. Kemi miell të ndryshëm si për miell pise, që është 6,29 zvote kilogrami. Kemi pasaj dhe miell i kav, që është 2,99 zërse 3 zvote. Ke pasaj miellet të ndryshme, mos gaboj, kjo mund të jetë 27. Se dhëmë polonisht nuk e di shumë mirë, më korrigjoni ju në komente nëse jam gabim, por kjo është 6,29 zvote. Dhe pastaj kemi miellet të ndryshme më poshtë, janë rreth 4,39 apo 5,99 zvote. Kemi këtë qumshin laktat që nuk ke nevojë ta vësh në frigorifer, është 4,95 zvote. Dhe pastaj kemi dhe sheqerin, që më sa përshikoj këtu, sheqeri është gati 4,75 zvote, pra për mandonja një nga këto, mos gaboj, po më saktë është për kilogramin. Kemi një shishe vaj ulliri që është 500 ml, është gati le të themi 40 zvote. Kemi vaj në gjellë që është gati 3 lita dhe është 18,99 zvote. Kemi letrat higjienike që vinë, mos gaboj, në 16 copë, edhe për 16 copë bënë 13,49 zvote. Pastaj kemi me kualitet më të mirë që 17,99 zvote. Të gjitha vinë me 16 copë. Ke pasaj edhe letra që janë për të fshirë duar të ndryshme, nga 12 zvote ky e madhja. Ke dhe më të lirë 8 zvote. Kemi pasaj bebelina për fëmijë të masave të ndryshme, dhe të gjitha vinë rreth 50 zvote, pra 29,89, zërsa aty ose 29,69 zvote. Edhe mos gaboj, sa copa ka. Nuk e tregon sa copa ka, po ma do mundja mbase 54 copë secila. Ky pastruesi i enve fillon nga 5,99 zvote, ke dhe mbase se është goxha e madhe. Mos gaboj, është gati 1 litër, nuk e tregon shumë mirë. Kjo është për dishwasherin, pra për makinën larse. Po kemi nga ato që la me dorë që janë 5,99 ose 4,99 zvote. Ilaçi rrobave për me dorë fillon nga 29,99 zvote. Ke pasaj dhe më të lira që aromatizuesi është për shembull 12,99 zvote, kurse kjo është si markë më e shtrenjtë, madje është 47,99 zvote. Kemi pasaj pasave të dhëmbëve me çmime të ndryshme nga 16,49 zvote, nga këto që janë pak si më të sakta 17,99 zvote. Edhe kolgate me ule që janë mbase 6,99 zvote këto poshtë. Kolgatja është dhe blinja me një falas, madje ai bie 20 zvote, po mund të marrësh 2 kolgate. Kemi pasaj garnierin, bojra të ndryshme që janë rreth 25,99 zvote, pastaj kemi dhe bojra më të lira, rreth 13,99 zvote, 17,99 zvote. Kemi këtë shampon, 22,49 zvote, Elsev, L'Orealit. Kemi bukë të freskës, apo që dal nga furra, 2,49 zvote. Pastaj kemi dhe më të vogla, tip panine për sanduiç, është 1,25 zvote. Kjo është bukë si me thekra të ndryshme, është zërse 5 zvote, 4,99. Kemi pasaj edhe buka që është goxha e vogël, po ta vësh me dorën time, 400 gramshe, po është me feta për sanduiç, është 4,88 zvote. Kemi edhe buka pak si më të shëndetshme, 7,39 zvote, që më duk si më shtrenjtë deri tani. Kjo është një bukë tradicionale që përdorin polakët gjithmonë. Kjo është ajo më e shumta që marrin dhe kjo kushton rreth 4,88 zvote. Sallatorët e vegjël që është 12,99 kg. Pastaj kemi zukinin që është 7,99 zvote kilogrami. Pastaj kemi speckat që janë 16,99 zvote kilogrami. Janë pastaj speca të ndryshme. Kemi karota që është 5,99 zvote, kjo le të themi qeska që ashtu, që janë disa karota që mund të dalë për le të themi 2-3 racione nëse po bën në një lloj gjelle. Kemi pastaj dhe sallator, mos gabosh 5,99 zvote, por jam 100% sigur. Po, 5,99 zvote është sallatori. Kemi pastaj domate që janë 3,99 zvote kilogrami. Ka pastaj domate të vogla, normalisht shkello lloj markash domatesh.
Kemi preshin, që është 2.99 zlote, mos gaboj, ose mos 2.99 është 2.5, që thotë merë një merë tjetërën, po mos gaboj është vetëm një, pra një presh 2.99 zlote. Kemi pasaj hudrën, që është 1.98 zlote një, pra 0,2 zlote. Normalisht kemi hudra të ndryshme. Bananet tu janë 3.39 kilogrami. Patatet e vogla 1.29 kg, pra duken si patatet të marrë nga ferma. Edhe unë që bleva me numër 1 qef, se kemi frigorifer shumë të vogël të kjo kabina që kemi ardhur. Shumë marka, normalisht janë marka europiane që gjende në Shqipëri. Nuk e di sa ndryshojnë çmimet, jam kurioze ju nga po shikoni këtë video, dhe sa kushtuan për shumë sa nga gjërat që mbajtëm më nga video, ndryshe, pra nga jo. Normalisht editori do t'i bëj përkthimin edhe në lek. Dhe në basi pësio dhe në dolar, që të keni fare ide më shumë, ose në euro, të shikojmë sa editime mund t'i bëjmë se cilit çmim. Por jam kurioze që jam më shtrenjtë, jam më lirë, se ku ndodheni ju dhe ku ndodheni, që të bëj një farë krahasimi që ndryshojnë këto çmimet, apo inflacioni ka arritur kudo dhe normalisht çmimet janë më shtrenjta se që ishin këtu e 5 vite më përpara. Këtu kemi Lay's, që është 3.89 zlote. Kemi pasaj shije të ndryshme, nuk po shikojmë një çmime të Lay's, më duket janë sipër, pra ky mendoj që çmimi i birrës. Po ja, shikoj këtu 8.15, që është kjo qeska pak më e madhe e patatinave. 8.15 është kjo qeska, ato lartë janë 8.15. Kemi lëng molle, një shishe, pra 1 litre e gjys 3.49 zlote. Kemi dhe shishe që janë me lëng portokalli, 5.99 zlote. Lëng portokalli kush, që është vetëm 1 litër, 3.98 zlote. Kemi një shishe ujë, sërse 1.75 litra në fakt, që është asnjë zlote, pra 60 cena, kjo thonë 60 cent, për një shishe. Por pasaj ke dhe çmime të ndryshme, që është 2.19 zlote, shishe që janë pak si 1 litrshe. Por mos gaboj shtërkolia, që është një koli 6, po, 6 koli është, ose ke këtë 2.69 zlote, që këto janë gjysmë litrë mos gaboj, edhe është kjo koli 6. Pastaj kemi dhe si tip ujë të gazuar këtu minerale, 1.19 zlote është vetëm një shisha. Kemi një shishe Coca-Cola e madhe, që është 6.49 zlote. Edhe 6.99 janë këto që janë Fanta apo Sprite. Kemi pasaj kanaqet që janë 2.99 zlote për kanaqe. Kjo është 36.99 zlote dhe është gati për të bërë 44 larje të plota. Letrat e lagra janë 13.99 zlote, ose nëse merr një nga një, mos gabësh të bli një, merr një falas për 1.59 zlote. Si të shikoni, karta është plot. Kemi marrë ujë, fakisht kishim, po kemi marrë sallame të ndryshme, mish të ndryshëm, kështu për të bërë zgarën, sa gjëra që na duheshin, jo krema fytyre, krema trupi, lëng frutash, 2 bukë, patate, domate, sallator, gjitha për të, le të themi, për patur një drekë familjare me mbi 12-15 veta. Edhe do shikojmë sa do na kushtoj gjitha kjo. Nëse do kishim pësonitur të njëjtat gjëra që morëm, duke përfshirë krem fytyre që mora, krem për trupin, larse rroba që madhe, shumë gjëra të tjera, 2 çanta për të bërë, më thënë, atë zgare me prush, edhe prap kushtuar 611 zlote 34 cent, por i bie pak a shumë $150, që në lek i bie akoma dhe më pak. Dhe thëmë drejtë më duk shumë lirë, po ta krahasoj në Amerikë do më kushtonte mbi $300. $150 në lek më duket se janë të 120 e ca mijë, po jam kurioze nga po shikoni këtë video, sa do kushtonte pak a shumë çfarë pat në video ushqimet në vendi ku jetoni ju, komentoni dhe si mendoni kanë ndryshuar çmimet apo jo në qytetin ku jeni.